Pacha me ju o vëllezër dhe motra. Vazhdojmë me leximin e Ungjillit të ditës, Ungjilli i Gjonit, kapitulli 6. Leximi i Ungjillit të shenjtë sipas Gjonit. Atëherë judejt filluan të grindem me shoqin. Thoshin: si mundet ky të na jap mishin e vet për ushqim? Prandaj Jezus ju tha: për një mend po ju them, nëse nuk e hani mishin e birit të njeriut, e nuk e pini gjakun e tij, nuk keni jetë në vetvete. Kush ushqehet me mishin tim dhe pi gjakun tim, ka jetën e pasosur. Unë atë do ta ringjall në ditën e fundit, sepse mishi im është ushqim i vërtet, e gjaku im është pije e vërtet. Kush ushqehet me mishin tim dhe pi gjakun tim, ai mbetet në mua dhe unë në të. Sikurse mua më dërgoi Ati gjallë dhe unë jetoj për Atin, po ashtu edhe ai që ha mua do të jetoj për mua. Kjo është buka që zbriti prej qiellit, jo por si ajo që hëngren etërit e vdiqëm. Kush ushqehet me këtë bukë, do të jetojë në amësim. Këtë mesim Jezus ju e dha në sinagogën e Kafarnaumit. Fjala e Zotit, lavdi ty o Krisht. Vëllezër dhe motra, nuk kena mundësi me të vërtetë krishterë nëse ne nuk marrim seriozisht këto fjalët që Krishti thot, edhe fjalët e darkës e fundit. Ai ka marrë bukën edhe verën, edhe ka thënë: ky është trupi im, korpi im, edhe ky është kelku i gjakut tim. Nuk ka thënë është një përfaqësim, nuk është një simbol, jo, ka thënë është. Edhe sot në Ungjillin e Gjonit na thot: kush nuk ha korpin, trupin, mishin e Krishtit edhe pin gjakun e tij, nuk ka jetë në veten e vet. Edhe çash me hangër trupin e Krishtit, mishin e tij, është me marr këtë trup që ka kënë dhuruar në kryq, edhe që unë gjallë, edhe këtë trup në ham, në kungimin e shenjtë. është me marë, mu shqy vetën e vetë, me këtë dashuri, që te i kalon vdekjen. Të gjitha gjana tjerat prishen, kalben, por vetëm kjo dashuri që ndron për amshin. E që ne të ushqehemi me këtë dashuri, bën që ne të qëndrojmë në jetë. Atëherë që ne të marrim, të ushqehemi me korpin e Krishtit, me trupin e tij e dhuruar për ne, është në radhën e parë po, që të marrim atë në sakramentin e meshës së shenjtë, në korpin e Krishtit, por edhe që të marrim edhe mesimet e tija, në shkrimet e shenjta, që të marrim atë edhe në trupin e tij mistik, që është kisha. Nuk kemi mundësi me kënd të krishterë nëse ne nuk duam kishën, që është trupi i Krishtit. Ai është koka, kisha është trupi. Mirë, kur ajo, nëse ne marrim me të vërtet, nëse ne ushqehemi vazhdimisht me këtë dashuri që ka mundur vdekjen edhe mëkatin, atëherë Krishti na thotë që ashtu si Ati e ka dërguar atë, edhe ne jena dërguar, mbetemi në të, e kemi të njëjtën mision. Dhe cila është misioni i Krishtit? Me dhënë jetën për botën, që ne me Krishtin të bëhemi bukë që thyhet për të tjerët, që të bëhemi ne si ati, si ai qengji që ofron fytyn e vet për me kem prerë, që ofron jetën e vet, që fal gjithmonë, që ka një dëmshuri sërmadhe për të gjithë njerëzit, që fal armikun, që don armikun. Kur ajo, le të ushqehemi gjithmonë më shumë prej kësaj dashurie. Qoftu Krishti, edhe gëzuar për zgjedhjen e papën e ri, luanin 14. Zoti ju ruajt.